Horoskopi ditore inte 18 dhjetor 2025. Dashi, bëhuni gati të shkëlqeni sot. Aftësia juaj për të magjepsur dhe surprizuar të tjerët po bëhet shumë e fuqishme. Shfrytëzoni ditën sot për të shprehur ndjenjat. Nëse jeni më protagonist të ngjarjeve të ditës, ju duhet të respektoni rutinën. Pika e dobët e miqësisë e pas sinqert, çelësi suksesit, distancimi. Demi, ju dema po tregojeni tolerant me miq dhe të afërmit. Një person konfliktual po përpiqet të trazoj ujërat në çështjet profesionale dhe mund t'ju sfidoj. Të qenurit të shpërndar ju ka larguar nga problemet që ishin pengesë më parë. Uleni pak ritmin e debateve dhe konkludoni me qetësi për rivalët tuaj. Pika e dobët është papjekuria e mendimit, çelësi suksesit e rastësia. Binjakët, ju duhet të reflektoni ndaj partnerit që po ndeshet vetëm me indiferencën tuaj. Lojrat e fjalëve po ju lodhin, ndaj vërini pikën raporteve me persona që mungon gjua e mirëkuptimit. Pika e dobët, qetësia, çelësi suksesit, fleksibiliteti. Gaforia, të dashura gafore, shmangini shenjat që deformojnë arritjet tuaja plot sakrifica. Yjet ju kanë fokusuar dhe premtojnë një mbarvajtje për të gjithë ditën. Dashuria është në pozita të mira, ndërsa sfera profesionale ka nevojë për përkushtim. Është koha të shihoni frytet e intrigave që keni sajuar më parë, por kujdes se mund të bini vetë në kurth. Pika e dobët është pabesia, çelësi suksesit, shkathësia. Luani, Luanët kërkojnë një periudhë pauze për të mbledhur energjitë dhe kundërta ndodh në dashuri ku planet po shkojnë shkëlqyeshëm. Në punë mos u ngarkoni me problemet e të tjerëve, por shihoni qetësinë tuaj. Pika e dobët është nervozizmi, çelësi suksesit, mania për përsosmëri. Virgjëresha, ju nuk po dini të ndaleni drejt suksesit. Problem është pak mungesa e vullnetit për t'i çuar punën deri në fund. Në shtëpi është krijuar një atmosferë ngrohtë fal aftësisë tuaj për të ruajtur ekuilibrat. Yjet ju këshillojnë të mos bëni shumë shpenzime. Çelësi suksesit, besimi tek vetja. Peshorja, e kaluara ju thëre drejt momenteve që ju keni shkëlqyer. Mos presoni të jeni si më parë, nuk do t'jeni më kurrë si më parë. Miqt ju mbështesin, ndërsa kolegët kanë zbutur tonet me ju. Merrni si një fillim të ri romancën dhe mos u stepni përpara personit që pëlqeni. Pika e dobët, melankolia, çelësi suksesit, financat në rritje. Akrepi, hidheni grepin larg dhe mos prisni çfarë t'u sjell deti. Këngët e dashurisë nuk u aprekin më zemrën, ndërsa ju duhet të përdorni të gjithë sharmin tuaj për të fituar zemrën e partnerit tuaj. Pika e dobët është inati brendshëm, çelësi suksesit, inteligjenca. Shigjetari, kur jeni të bindur për diçka, një projekt, një iniciativë, një objektiv, entuziazmi juaj është magjepsës, sa është praktikisht e pamundur të mos bësh tifo për ju. Ka megjithatë nga ata njerëz që nuk po ju shohin më, sepse këto kohë duket sikur jeni tërhequr. Pika e dobët është lakmia, çelësi suksesit, dëshira për të bërë mirë. Bricjapi, flisni qartë me ata që ju kërkojnë favore. Dita është në favorin tuaj. Loja me kujtimet dhe imagjinatën ju ka rënkeq në kokë dhe nuk po ju hyn më në sy nevoja për të ardhur me këmbë në tokë. Pika e dobët është disfavori astral, çelësi suksesit, fjalët e ëmbla. Ujori, të dashur ujor, jeni me fat. Lehtësira financiare, udhëtime dhe takime të ngrohta ju presin. Mos u ngutni të jeni të parët, se jeni natyralisht. Pika e dobët është humbja e besueshmërisë tek të tjerët, çelësi i suksesit, buzëqeshja. Peshqit, kjo është dita juaj me fat. Energjia juaj është e adhurueshme. Angazhimi intelektual do t'ju nxjerrë në bregun tjetër. Jepni më shumë se ç'pritet dhe do të jeni të kërkuar në rrethin tuaj. Pika e dobët është zhurma që bëni për asgjë, çelësi suksesit, shija e holl estetike.